Ka qenë një njeri I cili quhej Hubejb ibn Muhammed al-Ajmi. Një njeri nga brezët e parë. Është përmendur në librin Tahdhibul Kamal. Ky ishte domosdoshmë që bënte harame shumë, fitonte pasurinë, nuk mendonte, nuk e pyeste, domethënë nuk interesonte si e fitonte pasurinë, a ka mata, etj. Edhe thot një herë derisa po kalonte në rrugë, ishin disa fëmijë vegjël që luanin me njëri tjetrin. Edhe po kalon thot njëri për ty, po shumë se po kalon ky ngrën si kamat. Kur I dëgjon ti lloj çanto, subhanallahu, o Zot, a më shfalose të fshehtat e mia, ku morën vesh këta? Unë ndi e keq, iku në shtëpi, u vesh, u lau pastru, edhe mori të gjithë pasurinë e vet që kishte në dorë. Edhe tha, o Allah, o Zot, unë e blej ose e shes vetën time për ty. Edhe të nesërmen I dha gjithë të pasurinë që kishte ata sadaka për hir të Allahut. Edhe kështu vazhdoi, filloi të bëjë njeriu më I devotshëm në atë kohë, njeriu që më shumë falte namaz, saqë nuk shifesh vetëm ose në këmbë, ose në ruku, ose në sejdë, nuk rrinte pa gjëru asi ditë, çdo ditë do të na gjërim. Edhe kështu do të arriti gradë të lartë. Edhe kjo zgjati do shumë vite. Pas një farë kohësh kalon ky Hubebi. Edhe po kalon te këta fëmijë. Edhe I thot njëri për ty, pushoni se po kalon njeriu më I mirë. Po kalon njeriu më adhurues në Allahut. Kur I dëgjoj këto që I qanë. Ciao, subhanallahu. Do të thënë njeriu mund bëhet sebeb të njeriu çështë edhe një fjalë që I ndryshojë jetën. Një fjalë I njeriu mund të ndryshojë jetën. Mund mos jetë dahorsh, mund mos jetë shikoj, kush nga këta fëmijë janë ndryshuar jetën ta. Siç ndodhi për shembull Imam Ahmedi në Burg. Kur u fut në Burg normalisht ata arritin shumë Imam Ahmedi. Arritin të torturonin sa që I binte fik. Që I thoshte Kurani është krijuar, apo jo? Se për këto torturuaj. Ai nuk pranonte. Edhe një herë e shikon një hajdut, një që pinte alkohol, një rrugaç aty në Burg. E shikon Imam Ahmedi që ishte vrarë shumë, ishte mërzitur nga të rrahura që I godisnin ata. Torturë, jo rrahje, torturë. Si që mund të nëzore sot në Guantanamo apo në burgje të tjerë, vetëm një Allah I di. I thot ky rrugaçi, ky pjaneti, ky hajduti. I thot o Imam Ahmed, o Ahmed ibn Hanbal. I thot duro. Sepse thot pashallah, unë po duroj thot ato gjëra, po duroj për haram. E ti mos durosh për Allahut, duroj për Allahut. Thot vallahi nuk ishte gjë më shumë që më forcoi mua në këtë qëllim timin, që më shumë forcoi mua në fe se sa fjala e tij duhet. Nga erdhi forcimi I Muhamedit nga ky që se priste, ky s'ishte as hoxh, nuk ishte as ky kishte futur në burg, kishte vjet për shkak kishte futur në burg, apo kishte pi alkool kishte futur në burg. Ky e forcoi Muhamedit. Pra njeriu duhet I pranojë këshillat e Xhit. Duhet I pranojë këshillat e Xhit, nuk dihet se ku ta bën Allahu risk. Nuk dihet se ku ta bën Allahu risk ti të pendohesh ose zjesh keq, apo të korrigjohesh etj. Pra ne kur nuk duhet përzitemi nga këshillat, kur nuk duhet përzitemi nga korrigjimet. Qartë